Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhën në transmetimin tonë të Drejt për Drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24, për gjithë teleshikuesit e rregullt të televizionit News 24 për çdo lajm të fundit të ofruar nga Departamenti ynë i Informacionit apo për gjitha temat që trajtojmë në studion ton, e keni edhe një tjetër mundësi për gjithë udhëtarët, jemi live edhe në Radio News 24. Si emision aktualiteti do të ndalemi ditën e sotme për të analizuar pikërisht ngjarjen e rëndë që ka ndodhur në zonën e Alidemit, ku një 15 vjeçar i cili punonte si kamarier pranë një picerie është qelluar me plumë në qafë nga motoristi i picerisë. Do të flasim drejt për së drejti, besoj me babain, ndoshta me të dy prindrit edhe me nënën, live nga ambientet e spitalit të traumës, aty ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën vetë 15 vjeçari, për të zbuluar detajet e kësaj historie. Ndjekim fillimisht materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Kmataj, dhe rikthehemi drejt për së drejti, aty ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën, siç e thash, 15 vjeçari, për ta diskutuar këtë çështje në vetë të parë tek prindrit e 15 vjeçarit, konkretisht me babain, dhe për ta diskutuar me panelistët tanë, me avokatin edhe me psikologën. Ndjekim insertin. Shërbimet e komisariatit numër 1 kanë arrestuar 21 vjeçarin Aldo Neziri. 21 vjeçari akuzohet nga policia për plagosje të rëndë me dashje dhe armbajtje pa leje. Ngjarja ndodhi rreth orës 17:10 të së dielës, ku është paraqitur perëndim mjekësore në spital një mitur 15 vjeç, pasi dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobta në një piceri tek Alidemi është plagosur me armë zjarri. Shërbimet e policisë së bashku me grupin hetimor shkuan menjëherë në vend ngjarje dhe bën të mundur identifikimin e autorit të dyshuar, i cili më pas u arrestua. Policia ka arrestuar edhe pronarin e lokalit Leonardo Mejdani, gjithashtu dhe 3 punonjës të picerisë për mos kallëzim klimi dhe pengim të drejtësisë, Ferit Basha, Andi Hyka dhe Kevin Bala. Ata dyshohet se kanë pastruar vendin e ngjarjes dhe kanë fshehur pamjet filmike të kamerave të sigurisë. Në një komunikim ekskluziv për emisionin Me Zemër të Hapur, babai i 15 vjeçarit u shpreh se djali është plagosur me plumë në qafë, dhe se autori e mbante armën për herë me vete, ndër të tjera i rrëfen se nuk ka pasur asnjë konflikt paraprak. Thjesht autori ka nxjerrë armën dhe ka qelluar drejt 15 vjeçarit. Ndiqni intervistën. Rikthehemi në studio me mua avokati Elvis Duka. Përshëndetje Elvis, mirë se erdhe. Ju vini nga shoqata e avokatëve antikorrupsion detektive privat. Faleminderit që je me mua në studio, në krahun tënd. Eksena Qirici, psikologja jon klinike. Përshëndetje Eksen, mirë se erdhe. Përshëndetje Elvis. Ngjarje shumë e rëndë, pikërisht ka qenë data 1 qershor rreth orës 17:10 në një piceri në zonën e Alidemit. Plagoset 15 vjeçari dhe unë lidhem drejt për së drejti me spitalin e traumës aty ku ndodhet babai 15 vjeçarit. Përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Landi, në radhë të parë të shkuara djalit, besoj se ka dalë nga zona e rrezikut, si është gjendja shëndetësore e tij në këto momente që flasim? Më mirë pak, siç ka qenë edhe shpresoj me të tjerë më mirë në çfarë temë tani se jam një gjim të përzitur dhe të ndihem pak nga gjëra të pasia dhe të pak si e papritur, dhe surprizë më të drejtë, asnjësi nuk e ka bestisur, ka qenë punë e tij të gjitha në çdo gjë, por ta them historinë e tij vetë djalin dhe jemi si prind, jemi kujdesur, por edhe nga herë për shembull qëllim disa gjëra që s'po lidhen njëra tjetrën. Janë disa gjëra që nuk po lidhen me njëra tjetrën, gjithsesi ne ndoshta edhe me ndihmën e profesionistëve tanë, avokatit edhe psikologës, mund ta shtjellojmë ngjarjen ashtu siç duhet, por fillimisht mjekët thonë që është jashtë rrezikut për jetën, me sa duket ai është i akomoduar në një dhomë normale spitali, nuk është në kujdesin intensiv. Më vjen mirë për këtë gjë. Ju si baba, si prind, si e morët vesh ngjarjen? Po ishte tek puna, ishte ora 5:30, edhe më mori gjajs, Leonardi, dhe thanë që po jetë, më të shenë punë, djalit të më tuk pak të veçama. Djalit është në dhe të e punë, më mojnë telefonë dhe
atë mosh banë ke puna dhe çfarë tash jam ke puna. Edhe mas ne mbaron telefonat me djalin, mesazhe, edhe në orën 5 kilometra telefon djalit gjajt thotë që e kanë godit prapë djalit atë të qafë, atë vramë janë qafë. E kush tani? Ata i kemi gjimon telefon ato të shebat që janë gazhmërit të gatshëm, grupi të gatshëm, urgjencës. Po. Edhe kaq. Na pi shpejt, me shpejtësi me makinë, shkova në spital dhe çfarë çile kaq. Po, Moment e para. Po. Që ishte pa vetëdijshëm për këtë gjë. Po kupton. Po. Si papasia, kupton. Nuk e prisa pakisht. Vjen që djalë të pije, jo se diksa po më punë në orën 5:00. Nëse lloj E qartë, megjithatë, në momentet e para që djali ka shkuar në spitalin e traumës, do doja të dija çfarë kanë thënë mjekët në lidhje me gjendjen shëndetësore të tij. Po mirë, ka ishte dhe nusha mirë, shumë mirë, po bëjë operacion, nga një moment të dalit të punë 10 minutash. Në atë kohë kur shkohen në orën 6, falë. Pra, djali është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale, apo jo, për të hequr plumbi nga qafa? Po, normal. Djali në rrëfimin e tij tek ju si prindër e kishte kuptuar që plumbi e kishte kapur në qafë dhe plumbi kishte mbetur brenda qafës së tij? Jo, se ka kuptuar. Ai në atë kohë ato që tani u kanë lëmuar ambulancën, kemi realistë të klasën. Kanë lëmuar ambulancën, djali ka dalë jashtë duke derdhur gjallë. Kjo rrugë kryesore është i kapuran. Aty është i kapuran i vogël. Po. E kanë gjetur në 10 minuta. Po. E kanë marrë për 2 minuta, dhe aty pastaj ata e kanë marrë svar me dorë, e kanë fitur prapë lokal. E qartë. Bravo. Nga lokali, ai fonai lokali, ka marrë fasuletat që është e rregullanta. Po. Edhe duke të gjapur në çamente që ka shëderur djalin. Nuk kupton. E qartë. Pra, me këto veprime ata kanë dashur edhe të mbulojnë gjurmët e gjakut. Po. Me të fasuletat Saneta fshi vendit. Merë Saneta fshi e vendit e gjarës. Pastaj nga ty, ai në disa të bëndër, mori pastaj atë aparatin që ka moduli, që moduli që është e kamerave, që monitoron kamerat. Edhe me forcë e ka shkëlly, nga aty e ka shumë makinë dhe ka ikur në vendin gjarës, nga vendin që ai është pronar. E kuptoj. Megjithatë, ju tha që në spitalin e traumës, në momentet e para, djali është nënshtruar një operacioni që me sa duket ka rezultuar i suksesshëm, është hequr plumb të cilin ne në fakt edhe po e pasqyrojmë për gjitha mediat, por njëkohësisht edhe për gjitha institucionet që duhet reagojnë ndaj atij plumbi. Plumbi në të cilin na e keni vënë në dispozicion është plumbi që është hequr nga pjesa e qafës së djalit, apo jo? Po, 9 mm. Nuk është plumb pistolete, nuk është plumb një lapsë. Po, është plumb pistolete. Tani, çështja është, prej sa kohë është djali punonte në këtë piceri? 1 muaj fiks. Fiks 1 muaj. Fiks 1 muaj. Punonte si kamarier, apo jo? Po, kamarier dhe banakier. Kamarier dhe banakier. A mund të më thuash, djali shkonte në shkollë? Po, shkon, normal. Dhe punonte vetëm pjesën e mbasdites, apo jo? Ka qenë dëshira e djalit për të punuar, për të ndihmuar familjen? Që mos rri për shembull, koni dhe kot, kishte të shokun, ai shkoi dori pa pesë dhe kaq. Kishte filluar të paguajë për punën që bënte si banakier dhe kamarier? Akoma. Ne ishim 2.000 lekë, ato sjallëçi ishin 2.000 lekë, 3.000 lekë, maksimum 5.000 lekë, që mos të jetë pa lekë në xhep. E kuptoj. Si njëri. Pronari i picerisë dinte moshën e djalit? Jo. Jo, nuk e ka ditur. E ka ditur moshën e djalit, megjithatë ju si prind vendosët që djali sa të rrinte kot dhe ndoshta një shoqëri e keqe apo të qëndronte në internet, më mirë të punonte dhe të kishte të ardhura për veten e tij, por ndihmonte pse jo dhe familjen, apo jo? Po, e qartë. Mirë, me njerë sa po doli plumbi, besoj se është kapur në pjesën e qafës në një zonë të pa dëmshme për djalin. Kjo ka rëndësi, apo jo? Po 1 milimetër e pak, atë është kapën e qafën, atë që është kjo pjesa që komandën e qafës. Do me thënë ka shpëtuar për mrekullisi që thonë edhe mjekët. Ju vetë si prindër, kur fillua të flisnit me djalin tuaj? Shkuat me njërë në spital, shkuat tek pizzeria, si e pati u gjendjen?
Ati fatikisht kanë qenë 4 punonjës policie që e meshën pyetje. Sa doli? Moment që doli, jo moment që doli. Më kupton? Edhe në një distancë larg, pak larg 3 metra që thoshim pjesën kisha ta meshën se i morën telefonin, normalisht, që kanë verifikuar që me çik polë, me çik kanë zëtu, normal, logjike. Edhe pastaj nga aty pastaj e çon sipër në katë edhe aty kanë marrë pyetje pastaj. Qartë, po ju si prind keni mundur ta pyesni në lidhje me gjithë situatën? Ai s'ka pas fare konflikt, Vitin para se ndodhi kjo ngjarje, ka qenë pak i ndrotur, jo si për herë. Vitin para se ndodhi kjo. Pra, ju e keni kuptuar në shtëpi që djali ka qenë i ndrojtur, për çfarë? Çfarë ka pasur? Atë që shpërndante pica që ishte. Shpërndarsi i picave, motoristi, çfarë ka pasur për kundrejt djalit tënd? Asgjë, vetëm 2 ditë para se ndodhi ngjarje, kanë një pak i zbetë, jo normal si ditë tjera. Kaq dini ju si prindër, po besoj se ngjarja ka edhe prapavija të tjera, ndoshta ndonjë konflikt, ndonjë eshar, ndonjë kërcënim. Ka nevojë të patën të tregoj tjerëve, ta tregoj ne, por asgjë s'ka pas, thjesht momenti që ka pasur ai, e i fiksim takitëve ka bërë të A njihej më parë djali me motoristi, njihej më parë? Jo. Njihej më parë djali dhe motoristi, njiheshin më parë. Okej, dhe nuk kanë pasur kur konflikte me njëri tjetrin? Jo. Se si ka ardhur aty momenti, nuk e di për çfarë shkëlqyer, nuk e di. Ditën e diel me datën 1 qershor, ora ka qenë 17:10 minuta, djali ka qenë i ulur në tavolinë i shoqëruar nga kush? Nga Mbesa ime. Nga Mbesa, nga kushërira e tij dhe nga sa persona të tjerë? Atë di, djerë streqen 4 persona që kanë qenë 4 persona në tavolinë dhe pas një lloj paralajmërimi motoristi ka zbritur nga motori dhe ka shkuar, ka qelluar me pistolet me njëherë djalin? Po, mirë se. Ka unë jashtë, ka qenë unë jashtë, ka qenë mbrapa shpine. Ka qenë ai mbrapa i para. E kuptoj. A ke mundur ta pyesësh pak Mbesën si u zhvillua dinamika, pra kanë shkëmbyer fjalë me njëri tjetrin? Jo, thjesht asgjë qetësi, çdo gjë bën qetësi, nuk është bërë për shembull që është një shpullë, është një pshare, vetëm thjesht qetësi. Po, me këtë tip befasie. E kuptoj. Pra mund të rrezikoheshin edhe 4 njerëzit e tjerë që shoqëronin djalin tënd, apo jo, sidomos Mbesën? I rrezik pritej, normalisht. A mund ta dim moshën e Mbesës tënde, sa vjeç është vajza? Aja ka të njëjtën moshë. Të njëjtën moshë, 13-14 vjeçë. 15. Do të thotë që edhe ajo pas ka parë një tmerr me sy, se të shkoj takoj kushuririn, të jetë edhe me disa njerëz në tavolinë dhe të vi dikush qelloj pas një lloj paralajmërimi, duhet të jetë traumë edhe për vajzën në fakt. Mirë, kush e lajmëroi policinë? E ka lajmëruar kjo Mbesa. Mbesa ka marrë me njëherë policinë. Po, pastaj ka furgoni ambulanca o kështu mbrapsht, e kanë arrollu që gjeni doktorëve privat. Pa e morësh asnjë, po kupton. Ndima e parë, çfarë tregon djali? I është dhënë pikërisht nga kushurira, nga Mbesa juaj, edhe nga pjesëtarët e tjerë që ishin në tavolinë? Ata kanë thënë një ambulancë ku e rritë para parë e kthyn mbrapsht. Lutem. Po. Po kupton. Po. 15 minuta është vënë ambulanca e dytë. Po kupton. E qartë. Kupton më. Pra një ambulancë është kthyer mbrapsht nga kush? Nga personi që është i pronari. Nga pronari i picerisë, e kuptoj. Po, edhe pastaj ka mbrapa ka humbur gjak. Miqe ka marrë që ka humbur gjak, ka marrë me forcë, me krau, hajde çet brenda, futur brenda. E kuptoj. Situatë shumë e rëndë. Megjithatë, në këtë një muaj punë, çfarë tregon djali, si kanë qenë marrëdhëniet e tij me gjithë këta njerëz të cilët ndodhi ngjarja dhe në vend ta ndihmonin, ndoshta mund edhe ta dëmtonin deri diku siç e kanë bërë. Si ishte marrëdhënia me pronarin, me që si ka qenë për zonë. Po pse kjo sjellje ndaj djalit? Pse? Ndoshta ka urtësia e tij, se urtësia tregon një kulturë, po tregon një respekt. Këtë tregon se është i dobët si fizikisht ose mendurisht, më kupton? E qartë. Gjithmonë, qetësia është edhe durimi është fitoria. Kur njeriu është në punë,
do të përullit punës edhe ka qenë ordërshtu ka pjesë, po kupton, ka e logjik. Nuk ka shku të bësh i fort në një punë, në një pronë tjetër. Ka shku punë, do të ditë këtë respekt atë kaq. Bëj punën që ka për detyrë të bëj. Nga e djela deri sot që ne flasim në transmetim se ti je edhe live nga dhoma e spitalit dhe shikoj që her pas here ndërhyn edhe bashortja nëna e djalit, por edhe vetë djali. A mund të më thoni çfarë ju ka treguar ai vetë? A ndjehet ai ndopak i friksuar për gjithë situatën? Çfarë po ndodh me djalin? Dëgjata është si nga thotë neve, si ka thonë dhe punësi policisë gjyqësore, që ka thonë ka bërë shkrimin. Ai fliste ai edhe e thusi shkruajtë edhe kaq. Jo, dua të di gjendjen e djalit, frikrat që djali ka. Po mirë, tani nuk është shumë mirë. Se partia doli nga jashtë. A ka të interesuar për djalin ndoshta nga shkolla, nga psikologja e spitalit, nga psikologja e shkollës, nga bashkëmoshatar shok të tij, ndoshta edhe nga familjar të Jo, nga shkolla asnjë, vetëm përveç prindit edhe arvët e mi edhe arvët e nusës. Po nga familjar? Jo. Po nga familjar të personave të përfshirë në ngjarje? Ishin të hanën, ishin pjesë, edhe ne i përzumë. Ka qenë, nga që s'ti kemi me shumë, në një reali kemi thënë se kemi hëllë tona, kemi përsysh, kanar, të s'ta kanar, as tje, as sot. Kush kanar, familjar të pronarit apo familjar të motoristit? Tati djalit, po. Tati djalit, familjarët e motoristit kanë mbritur për të interesuar, por ju nuk jeni në gjendje edhe ti prisni ata, apo jo? Është për momenti vetë situata, tillë që nuk do rrotullojmë. Megjithatë, sipas informacionit tuaj, kush janë personat e ndaluar deri në këto momente nga policia përveç motoristit që ka kryer edhe aktin e rënd dhe të shumtuar? Të gjithë janë arrestuar. Të gjithë janë të arrestuar. E kuptoj. Po me mbesën ke mundur të flasësh se edhe ajo një adoleshente që shikon një ngjarje të tillë, edhe ajo besoj se ka nevojë për një ndihmë emocionale. Atë ka marrë motra, unë shumë e marrë motra, dhe parti ishte dhe ka që mos të... Motra nuk ka që të bërë, dhe ka mësush edhe që mos të përëngjëhet mos të su, se të shime gjëra, në këtë ditë që të kësisht... E kuptoj. Sa po djalit të lë spitalin, çfarë do të ndodhi me djalin tuaj? Ose ti në që temë... Do t'i kthehet normalitetit... Të hani ka thënë doktori... Po? Pra deri ditën e ëndë do vazhdoj të qëndroj në spital, rreth një javë do qëndroj në spital? Ne më vonë ndoshta ne më vonë, përshëndetje. Përshëndetje dashur dhe të shkuara. Jam një Joeli, i qumë. Unë të falenderoj një herë që hapët dhe na dhat mundësinë që t'jemi pranë jush në hallin tuaj dhe për të kuptuar çfarë po ndodh me adoleshentët në Tiranë, në Shqipëri, edhe jo vetëm, është një fenomen global, por me sa duket kohët e fundit tashmë po bëhet një fenomen edhe joni dhe me sa duket Tirana po shënon edhe rastet më të shumta të këtyre ngjarjeve shumë të rënda që prekin adoleshentë dhe më vjen keq që kanë prekur edhe djalin tuaj. Do të thonë pa rritur, pa jemi të shokuar në neve. E kuptoj. Frikrat më të mëdha janë tek djali, se ai e ka përjetuar në lëkurën e tij, tek vetja e tij dhe ndoshta situata është e vështirë emocionale për të. Është në dhjetë se si po vje situata mbrapa, do jetë smuni si çka qenë. E kuptoj. Gjithsesi, çfarë do ndodhi me djalin pasi ai të ri më këmbë, të shërohet, që unë them të jetë sa më shpejt, ja uroj këtë gjë. Çfarë do ndodhi me djalin? Do filloj prapë të punoj? Jo, unë s'ka për të filluar, do vazhdoj shkollën, E di për çfarë më vjen keq që kemi një njeri, do me thënë kemi të rinj, kemi adoleshent, kemi familje si ju, që nuk duan t'i lënë në internet apo në rrugë fëmijët e tyre, të merren me lloj-lloj gjërat që të afron rruga apo bashkëmoshatarët i dërgojnë në përpunëra apo aty gjejnë ngjarje të tilla dhe përballen me realitete të tilla. Nuk do merresh në me këtë ashtu. E qartë, e qartë. Se jeri që e ka dhënë vetë me shok, do të thonë që nuk i kemi thënë në rehabilitar si njerëz se i ke provimet e lirimit, është klasa 9,
mos shkoj që të mbarosh një provimit e një kismet të mami, jo të në që më thanë të ikin, se nuk e kemi detyruar ne si prindër që ikë në fund. Jo, shumë mirë. Shiko, kjo është një formë të cilën ne do ta diskutojmë pak më vonë, sepse jeni për të përshëndetur si prindër. Mirë, unë dua ju mos mu largoni nga kjo lidhje, aq më tepër që është afruar edhe zonja, sepse i jep një tjetër kuptim edhe kësaj çështjeje. Unë do lançoj një publicitet të hapësirë të shkurtër publicitare dhe do rikthehem menjëherë tek ju. Publicitet dhe rikthehem menjëherë në studio. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi në pjesën e dytë të emisionit, jemi duke diskutuar ditën e sotme për ngjarjen e rëndë që ndodhi në zonën e Alidemit, në një piceri ku plagoset një 15 vjeçar i cili punonte si kamarier dhe banakier, plagoset nga motoristi në zonën e Qafës me një plumb. Ai është jashtë rrezikut për jetën, janë prindrit që flasin drejt për së drejti nga Spitali i Traumës, nëna dhe babai 15 vjeçarit, së bashku me 15 vjeçarin ka qenë edhe një tjetër adoleshente, kushërira e tij, ndërkohë që kanë qenë edhe disa pjesëtar të tjerë të ulur në një tavolinë dhe pa një paralajmërim motoristi i cili me sa duket do të ketë pasur ndonjë inat të mbartur, sepse djali sipas babait shprehet babai 15 vjeçarit, 2 ditët e fundit ishte jo fort mirë emocionalisht në banesë, por nuk ka shprehur tek prindrit asnjë shqetësim për ta parandaluar të gjithë të ngjarjen. Ngjarja është tentuar të fshihet sipas rrëfimit të 15 vjeçarit, por edhe të prindërve të tij, ndërkohë që shikoi nënën dhe babain në lidhje të drejtë për drejtë nga Spitali i Traumës. Zoj, më dëgjoni? Djali do t'i nënshtrohet edhe provimeve të lirimit, se ai është në klasën e 9 dhe ato fillojnë nga data 19 qershor me 30 qershor, apo jo? Do mundet të marri pjesë në provime djali? Çfarë flitet? Fola me zyshen në mëngjes, po nuk e di se si du i shkoj çunit njerë të mbaroj këto mjekimet njerë që të jetë nuk e di në të rëndoj njerë, dhe më thanë. Bashorti juaj, babai i djalit, po. Babai i djalit e tregoi pak a shumë se si e mësoi ngjarjen, po ju si nën si e mësuat ngjarjen? Unë mësova, unë kam qenë i dyti në punë, unë kur më kam marrë burin në telefon që këshuar pje, ajtë më ka thënë se çuni që ka plagosur, se më ka thënë çuni i Xhajës, jo plagosur, bile nuk më tha, smur më tha, është në spital, më pa tregoi direkt. E në pësa ka shuna, dhe më thonë, pësa që ka smur çuni? E hajde, po s'mund të mos ta merr një taksi, më tha më. Po. E në una, këtë spital të shkona, dhe më thamë, u dridhën kombët e tora, u ngriva, aty si që isha në punë. E më thashtë, këtë spital ke në Terezia, jo më tha ke Ushtaraku. Sa më tha ke Ushtaraku, u ngriva komplet, thashtë që i ka ndodhë një gjëtë shumit. Dhe më thamë, me mendjen time. E në për mërë burin rrugës në telefon që ashtu, a i futur pita shërpër qunin së qaka, jo s'ma ka lënë, tha se është ka në dërë doktorët. A i ishte në remalacion, dhe më thënë se disha fare që si e kanë qëllu, si e kishin bë fare, vetëm kur u afrova spitalit e një thashtë ju luta, dhe më thënë të futem, për nuk lejmë që është remalacion, tha. Pritë se do dali, është jashtë rrezikun për jetën, tha, ka shpëtuar përqimin e flokët, tha. E kuptoj. Ka shpëtuar. Aty në pak deri pak çunin nuk besojsha asnjë gjë. E në që më thoshin, nuk besojsha asnjë gjë. Derisa e pe me sytë tu, apo jo? Sytë mi, derisa e pash. Pastaj kur e pash, ishte i pash shumë. Po prapë, të më thonë, prapë gjysma të keqës kur e pash, kur që ishte gjallë një shpresë i lash jetës që qyqër Zoti më kalon. Po fjalët e para kur e takove pasi doli narkoza dhe gjithë shka tjetër u kthyen në normalitet? Se ti ndodhi, mami. Kështu i tregonte çdo gjë me detaje me ashtu, se i kishin bërë gjithë këto veprime, dhe më thonë që i kishin fshi gjona, që i kishin heq kamerën në sytë të çunit, i kishin heq. Pra në sytë djalit janë bërë gjithë shka dhe kjo është edhe që të vriste më shumë. Ta gjush çunin, e në këtë dali jashtë, dhe më thënë, ato të thojnë që mos ngre panike, të rreqin që ta fusin për brenda prapë që të mos e shofi asnjë,
që është një rrugë kryesore, që është një spital kontinental aty që është i privat. Mos e shofi njëri, a kjo është një vepër e dytë për çunin. E për mua që është vepër jo e mirë që ta shesh mirë që bone për fshesin gjarën. Ashtu është, e vërtet. Aq më tepër siç tha dhe bashkëshorti juaj që ambulancën e parë kishin kthyer dhe më pas ka ardhur me 15 minuta vonesë. Ashtu që kishin analuar jo që s'ka gjë, domethënë është çdo gjë në rregull, që ti thot çunit që ka qenë ka plas një kapsol. Nuk ka zgjë mos ngre panik, se çunit ti shkoj gjaku vuqë, ti shkoj plumbi që këtu, e në t'i dalin pa dalë, dhe më thonë knej bunke, kisha tha si kur më kishte rënë do një me qekico mami, tha, se kur më kishte rënë. E në vetëm gjaku rriu, të tha. Aq më tepër që edhe spitali privat pas ka qenë shumë afër dhe mund t'i jepej edhe ndihma e parë. Dy afa që të mos e çoj njeri, dhe më thonë, për çunin për momentin nuk e ka shku mendja fare që është mos i për spitali, që mi 15 vjeç pa i bë. Patjetër është edhe në panik, në një shok traumatik, në panik, e kuptojmë gjithçka nga djali dhe nuk mund të kërkojmë më tepër se sa ai ka bërë për veten e tij, por fal Zotit është shumë mirë dhe të shkuara dhe qoftë me kaq. Thot populli dhe mos përsëritet më asnjë rast, jo vetëm tek fëmia juaj, por tek fëmijët e gjithë botës. Po, dua të ndaloj tek ju zonjë, sepse tha bashkëshorti juaj që 2 ditët e fundit djali nuk ndjehej, ishte pak i mbyllur në vetvete. Çfarë kishte ndodhur? Kishe kuptuar gjë ti si nën? Unë se kisha kuptuar, po o mami më thoshte vetëm një cik po shkoj vonesë, dhe më thonë se më vërtet, a i bëhet si pari, se a i s'ka qenë pronari, a i thjesht ka qenë shok, dhe më thonë, unë do, ka qenë të dyja. Thjesht bëhet si pari, nuk e di tash ndoshta, ja kishte lëna i ati që ti kërkoj llogaria, ku di gjë unë e shkruaj. Se di, unë se di. A i, çunit i ka gjujt, i ka ndet 2 ditë me inat, çunit tim. E kuptoj. E qartë. Ky që e ka qellu çunit, i ka ndet 2 ditë me inat çunit tim, domethënë, më shifte thajnë shtremët më shifte. Desha me i fol një jetë, po thash, mos është mërzitur me ato hallet e veta, nuk e lujta ta fare. Si njihet motoristi, personi që ka plagosur djalin tuaj, si njëri problematik, si njihet në zonë? Unë se njoh fare, ai është me origjinë nga Kruja, nëse njohim fare, po si person. Me të rritë kohë, jo, çfarë thonë njerëzit? Është një njeri problematik, do me thonë klientela e pizzerisë, njerëz të cilët ai i shërbente. Ti kanë parefis nga ne që të njohim që ti ashtu se di fare të të drejtën për të shpjegim nuk mund të japim. E qartë. Mirë. Ta njohin në tjerët e njohin më mirë se neve, se unë se njoh fare. E kuptoj. E gjithë situata është e tillë. Zonjë, ju keni dhe fëmijë të tjerë? Ka me në 2 ti. Një gocë më të madhe, një çun më të vogël. Ke një djalë më të vogël edhe një vajzë më të madhe. Si e kanë përjetuar ato ngjarjen e vllajit? Si e kanë përjetuar? Shumë tronditëse, në shumë të shokuar të dyja. Në ai vogël që është 8 vjeç, e në ai domethënë që e kuptoi që shumë ashtu. E kanë përjetuar keq. Keq. E kuptoj. Megjithatë, në studio unë kam avokatin Elvis Duka, por edhe psikologen klinike Eksena Qirici. A ka mbritur ndonjë psikologe gjatë këtyre ditëve? Po, patjetër ka mbritur nga spitali. Po, është se kishte në darkët u trente, u ngrente, gati parambrum është ngrejnë 10 herë që është trembur vetëm ngreu, në shqip shu anash, dhe më thonë që mos i pulcet në një gjë që mos pa është marë. Një psikologe është shumë nga të mirë, sjellshme që Më vjen keq që janë trauma, thash edhe një herë të asaj çfarë ka përjetuar, po me ndihmën tuaj të psikologes edhe gjithë familjarëve, shoqërisë, shkollës, besoj se do t'ja dalin ban. Eksena, besoj se është e kuptueshme ajo çfarë po përjeton djali, apo jo? Po, janë situata që ndodhin në të tilla ngjarje kaq traumatike, që rikthehen momentet, rikthehet frika dhe sigurisht kërkon një kohë të caktuar që të filloj njeriu të shkëputet nga kjo lloj frike. Pa janë të kuptueshme mbas një ngjarje kaq tronditëse, e cilën të rrezikon edhe jetën. Për më tepër që ka ardhur në mënyrë të befasishme,
Nuk e frikë po atë gjë të ma bën të shok. Ja, befasia pikërisht. Po, befasia ka qenë... Është ajo që shpesh e nxit këtë lloj frike, sepse pasiguria është një element që shpesh e rikthen ngjarjen traumatike. Pa pasiguria se si ka ndodhur e gjithë situata, bën që të rikthehet. Dua t'ju pyes të dyve, a dihet mosha e motoristit sa vjeç është? 21 vjeç. 21 vjeç. 21 vjeç jam, ai 22 vjeç është. Faktikisht është 21-22 vjeç. Një 21-22 vjeçar, kur shikon në tavolinë, sepse është edhe mbesa e zotrisë, edhe kushërira e 15 vjeçarit, një vajzë 13-14 vjeçe, me 3-4 persona të tjerë. Kuptohet që unë nuk e di, mirë që djali ka shpëtuar për një mrekulli, por mund të kishte qenë një tragjedi me pasoja, me fatalitete akoma dhe më të mëdha, mund të ishte plagosur edhe dikush tjetër. Një 21 vjeçar që qarkullon i armatosur. Pse? Është e vërtetë e vizë dhe në fakt edhe nga eksperiencat tona praktike po shohim dhe po çuditemi gjithmonë si profesionist që fëmijë të cilët janë pozitiv, pra që nuk ndihen të kërcënuar, që nuk lëvizin me armë, pra që janë të mirë, pra që kanë rezultate pozitive edhe në shkollë, po edhe në familje, gjithmonë bien pre, e djemve më të rritur, të cilët ndihen superior dhe ndihen më të aftë ndaj disa pra fëmijëve të cilët kanë këto karakteristika pozitive. Është gjithmonë në rritje pra kjo lloj marrëdhënie ndërmjet djemve. Pra djem të urtë. Pra, është një lloj xhelozie të një fëmije që në klasën e 9 përpara provimeve kishte kohë edhe për të mësuar, por edhe të punuar, për t'ju bërë krah familjes, por për të siguruar disa të ardhura më shumë, që rritë me kushërira, që ka edhe shoqëri, sepse në tavolinë ishin përfshirë edhe persona të tjerë. Kjo është një lloj xhelozie që vjen, që pse e ka ai dhe nuk e ka mund. Ndoshta është edhe një përveç xhelozisë që është një arsye, mendoj që është një cikël që shoqëria po na kthem pas, pra sepse ky 21 vjeçar të lëvizi me armë me vete, do thotë që në një moment edhe ai është ndjerë i rrezikuar, nga dikush më i madh, nga dikush më i fortë. Dhe çfarë ndodh? Pra ky lloj cikli bën që shpesh të bien pre personat që nuk janë burimi kryesor i agresivitetit apo i zemërimit që ka patur ky 21 vjeçar, por thjesht atë e ka gjetur si më të mundur për të shprehur agresivitetin e tij. Pra, ndaj këtij 21 vjeçarit janë sjell keq disa njerëz më të fortë dhe më të mëdhenj se ai, dhe ai e përcjell këtë gjë tek më të vegjëlit. Pra, ato që ai formon një gjendje rreziku në mendjen e tij. Një qark atëherë. Sepse djali tha ai më bërtet dhe bën si i pari. Pra, teoria e të fortit po ndodh shpesh. Pra, nëse unë bëhem si i fort, sepse ndryshe nuk mbijetoj dot në këtë shoqëri dhe për më tepër mbaj një armë, se ai është 21 vjeçar, pra gjithsesi nuk është ende kaq i rritur sa të diferencojë që arma nuk do e mbroj. Por gjithsesi është i paritur në mënyrën e tij të zhvillimit, që thotë që atëherë si do mbrohem unë duke sulmuar të tjerët dhe duke i vrarë. Se kjo është, dhe ajo çfarë e bën dhe më të rrezikshme, që me të drejtë të irriton, është që përveç se më bën dëm, dëshiron ta fshehësh. Kjo është dhe më e rënd pasoja e dëshiron ta fshehësh dhe nuk janë vetëm një, pra vetëm autori. Është e gjithë shoqëria, gjithë grupi i pizzerisë. Dhe për më tepër edhe një i rritur. Pra një i rritur i cili lajmëron policinë atë ambulancën që të mos vi dhe kjo është më kriminale ndaj një njeriu, sepse të ndodhi një ngjarje, e rëndësishme është që të marrësh parasysh që do ndihmosh një jetë njeriu dhe ti të bësh qëllimisht për të mbrojtur vetveten tënde. Ti e pezullon ardhjen e një ambulance dhe lë tjetër. Ose mos bëj alarm se është thjesht një kapsoll. Pra, në kohë që shenjat janë të dukshme, pa thotë që kjo është edhe më irrituese, duke ndodhur ngjarje të kësaj natyre që nuk shkojnë deri në fund, që personat të rehabilitohen, që nuk zgjidhen as me armë, as me inat dhe zemërim ndaj personave të tjerë të cilët nuk janë burimi kryesor i yti i zemërimit dhe inatit. Çfarë mund ta ketë zemëruar këtë 21 vjeçar ndaj një djali që vetëm një muaj kishte që e njinte dhe kishte filluar punë si kamarier dhe si banakier? Sepse ndodh, çfarë mund ta zemëronte? Nga eksperiencat njerëzore, ndodh që djemt të cilët janë pra të urtë ose janë pozitiv, nuk po them që janë të urtë, po janë pozitiv, në moment do zemërohen. Pra nëse ti bie ai është i edukuar, i kulturuar. Pra nëse ai ka rënë në qafë,
Pra do të bëjë si i pari dhe si i forti. Dhe ky fëmia do reagoj në një mënyrë apo një tjetër. Nuk ka reaguar në mënyrë agresive, por i ka thënë të lutem, pra nuk i ka thënë në këtë lloj mënyre siç i tha ky boll. Dhe duke reaguar, këta persona nuk e presin reagimin, sepse e perceptojnë si rrezik, si kanosje. Dhe në të tilla situata, pra pa kuptuar, se nuk është se ka ndodhur pa kuptuar, ai brenda vetes së tij ka ndërtuar një lloj zemrimi. Dhe ky zemrimi, se shpesh thuhet për arsye banale, nuk janë arsye banale. Janë thjesht arsye të pa gjetura për policin, por ajo është një ngjarje të cilën është e grumbulluar dhe një person i zakonshëm që nuk të ka krijuar problemin kryesor bëhet sebepi i shkarkimit të gjithë inatit dhe zemërimit tënd. Të duash të vrasësh për një fjali apo për një reagim që është i drejtë, do të thotë që në mendjen e personit nuk funksionon drejt arsyetimi mbi reagimin e një ngjarje. Kjo ngjarje ka një mesazh sepse thash edhe një herë ka qenë diel, data 1 qershor, ora 17:10 dhe 15 vjeçari ka qenë në shoqërinë edhe të kushërirës një vajzë adoleshente, por dhe të personave të tjerë. Pra, ka dashur 21 vjeçari të japi një mesazh tek adoleshenti se s'po arrit ta kuptoj. Sa ata punonin dhe ngjarja mund të kishte ndodhur edhe në kushte të tjera, por fatalitetet mund të kishin qenë shumë herë më të rënda. Kjo lloj teorie të fortit që po zhvillohet në Shqipëri, sigurisht na jep një mesazh që askush në fund të këtij procesi nuk është i fortë. Edhe pse ti mban armë, ti nuk je i fortë. Pra, nëse do t'i tregosh një 15 vjeçari se ti je i fortë, nuk i tregon. Dhe për më tepër është e rëndësishme për ne që t'japim mesazhin që prindrit të mos mbrojnë, pra qoftë ai i rritur që ka dashur të fshehi gjurmët, si pronar i një biznesi. E rëndësishme është që ne duhet të pranojmë që nëse ka bërë fëmia ynë këtë lloj gjëje, duhet ta pranojmë, sepse nëse e fshehim sot, nesër ajo do të vi prapë tek fëmia ynë. Pra nuk është çfarë duhet arma një 21 vjeçari? Është pyetja që mund të bëjnë normalisht çdo individ që po na ndjek. Për të mbrojtur veten, për të thotë që ai nga kush? Nga gjëja e rrezikut, nga teoria e të fortit. Si gjenden këto armë? Kaq lehtësisht gjenden armët në Shqipëri? Fatkesisht në Shqipëri ende gjenden lehtë. Fatkesisht në Shqipëri. Sepse pra shkosa pa zhvillohet paralelisht teoria e të fortit dhe të fortit ti nuk e bën dot pa një mjet që është më i fortë se sa individi. Dhe kush duhet ta kontrollojë ta vënë në balans këtë gjë, sipas teje? Sigurisht në niveli i ndëshkueshmërisë. Se unë nuk besoj se ai 21 vjeçar mos t'i ketë treguar bashkëmoshatarëve apo familjarët të kenë ditur që ai mban armë. Dikush e ka ditur, ka qenë në dieni. Nuk është problem. Pra sistemin e referencës ne nuk e kemi për të kuptuar se ndoshta edhe dalim nga një sistemi para viteve 90 që nëse tregoje në ato kohë ishe një spiun etj. Por kjo është një sistem referimi që bota e ka shumë të zhvilluar, ne nuk e kemi. Sepse janë hallka të gjitha që funksionojnë, tek ne ka shumë hallka që nuk funksionojnë. Pra, nëse ti ke një reagim qytetar që me të drejta zotëria ai nuk reagoi si qytetar, që mund ta kishte fëmijën e tij. Pra, pse s'komunikojmë ne? Po duhet komunikojmë nëpërmjet armës, dhunës, të fortit, të bërtiturit. Tek ne, qoftë tek të miturit, por edhe të rriturit, se ata janë modeli kryesor, pra të rriturit tek ne në të njëjtën mënyrë funksionojnë. Se nëse ne na mbijeton teoria e të fortit, pra që ai që është më i forti dhe në Shqipëri, sot në niveli primitive që ai që ka armë është më i forti, sepse arma të vret. Nuk kemi fjalën si mjet e edukimit. Se po ta kishim fjalën si mjet e edukimit, sigurisht nuk do arrinim në këto lloje ekstremesh. Dalim ke sistemi i referimit të gjërave, që dikush që ka qenë në dieni për armën që 21 vjeçari e mbante, duhet kishte raportuar menjëherë. Pse nuk ndodh kjo? Për vetë faktin që ata që raportojnë ndoshta dekonspirohen nga brenda radhëve të policisë duke i thënë që na ka thënë filani apo filani erdhi dikush. Është frikë nga reagimi. Ende në Shqipëri është frikë nga reagimi, sepse nëse ti reagon me të drejtë, pra kjo është, pra koncepti të drejtës në Shqipëri është i dëmtuar. Nëse ti reagon në raport me të mirën për të parandaluar, pra ti nuk konsiderohesh një person pozitiv. Pra nëse ne fshehim, nëse ne vrasim, vetëm kështu konsiderohemi ne persona të fortë, të aftë. Se kjo është sistemi i mbijetesës në Shqipëri dhe djemët është shumë më agresive. Pra të kjo grup mosh, 15 vjeç, kur ti je duke u formuar identitetin tënd dhe dikush të vjen, të bie në qafë me pa të drejtë, sigurisht që do reagosh. Por nuk je ende gati
nuk je ende i mbrojtur që të reagosh në mënyrë, si të thuash, ndaj prindërve, të thuash prindërve, sepse ai e ka të vështirë të thot prindërve, sepse nëse do t'i thot prindërve, ka frikë se ndihet i tallur. Po. Pra, prandaj shkojnë pak të përgjithsisht të persona, prandaj zgjedhin personat më të urtë, më të mirë, që shohin punën e tyre, që nuk ngacmojnë njëri. Pikërisht për këtë arsye, sepse e shohin si burim referimi për shkaktuar gjithë. Megjithatë edhe një herë kjo ngjarje na sjell në vëmendje dhe shumë ngjarje të tjera që kanë ndodhur qoftë në 2024, por shumë edhe në këtë gjysmën e parë të 2025-s dhe ndërkohë bie poshtë sistemi i referimit, siç kemi thënë, policimi në komunitet, sepse polici i zonës policimi në komunitet është e vis, por individi vetë nuk beson dhe nuk e do sistemin e referimit. Pra shkon vetëm në momente... Ka disa mekanizma që policimi në komunitet mundet që zbulëshmëria, pajisja me armë, individëve të tillë, raporti fëmijë, prind dhe bashkëmoshatar dhe adoleshent mes njëri tjetrit, pra janë gjithmonë edhe në rritje që sa vjen edhe dëgjojmë edhe një ngjarje tjetër. Megjithatë, ngjarja është me fatalitetin më pak të mundshëm, ne nuk do donim kurse si të kishim as plagosën e 15 vjeçarit, por mund kishim edhe fatalitete akoma edhe më të mëdha, por Zoti ka vënë dorën në këtë ngjarje për të shpëtuar vetë 15 vjeçarin, por edhe personat që e shoqëronin në tavolinë me datën 1 qershor rreth orës 17:10 në tavolinën e picerisë. Ndjekim hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi një herë në studio. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e tretë dhe të fundit, mbetemi ende duke dëgjuar prindrit nga Spitali i Traumës 15 vjeçarit të gjithë komentet tona. Mund të ndërhyni zotrin sa herë të doni në qoftë se keni nevojë për ekspertët e studios emisionit Me Zemër të Hapur, për avokatin edhe për psikologën, por gjatë hapësirës së parë së dytë publicitare, më falni, ishim duke folur për inspektimet që ti ke bërë nëpër shkollat e kryeqytetit dhe jo vetëm. Mbaj mend që ke pasur inspektime edhe në zonën e Klosit, aty ku ka ndodhur edhe një tjetër ngjarje vite më parë dhe që ka qenë një ekskluzivitet i emisionit Me Zemër të Hapur. Dua të ndaloj pak këtu. Më the disa shifra të cilat nuk mund t'ja anashkaloj sikur nuk dëgjova. Si këta fëmijët e ti ka çdo klas nga 3 apo 4. Në çdo klas 3-4 fëmijë të cilët çfarë janë problematik që duan të tregojnë të fortin. 3-4, po kjo është një shifër shumë e madhe. Patjetër, sepse ka kohë që ne po tregojemi neglizhent. Një klas me 30 apo 40 nxënës, ku 3-4 janë dhe luajnë rolin e të fortit, prishin orën e mësimit. Pra fëmijët të cilët shkojnë për të shkolluar, pra që duan, shpesh bullizohen, pra tallen si fëmijë të cilët janë të dobët. Pra sot fëmija që mëson, pa që tregon një lloj rezultati të mënyrës se si prindi e ka edukuar, sigurisht shihen fëmijë që mund të tallen, pra shihen si fëmijë të dobët. Dhe duke dominuar gjithmonë më shumë, pra nëse është një faktor, dhe më pas fillon dhe sjell rreth vetes 3, 4 dhe 5 të tjerë, automatikisht ata bëhen vëmendje. Marrin vëmendje, prishin orën e mësimit dhe duket sikur është e pamundur sepse dhe shkolla ndihet e paaftë. Dhe si mund t'i mbrojmë ne fëmijët tanë ndaj këtyre individëve? Sepse është pyetja që besoj se duhet ta bëjnë dhe prindrit e 15 vjeçarit. Si mund t'i mbrojmë? Shkolla sot thotë që kur ne flasim me prindrit, prindrit të cilët kanë fëmijë me këtë lloj problematike thonë ne kemi hequr dorë. Po si mund të heqësh dorë? Dhe janë po këta prindër që heqin dorë që në momentin që ndodh një vepër e kësaj natyre e mbrojnë dhe e fshehin. Dhe pikërisht prandaj është niveli i ndëshkueshmërisë, pra nëse ne nuk shohim pasoja, që teoria e të fortit nuk çon asgjë kundi tjetër, pra përveç përdimdhune t'i shkon në burg, pra nëse ne nuk e shohim këtë lloj pasoje, automatikisht do në rriten fëmijët të cilët duan të bëhen të fortë, sepse ndryshe nuk mbijetojnë dot në ambient. A marrim në analizat të çfarë kemi diskutuar në gjithë këto minuta, sipas edhe zotit Landi, babait të 15 vjeçarit, ai deklaroi që prindrit ditën e hënë, me njëherë pas ngjarjes, prindrit e 21 vjeçarit kanë shkuar në spital për t'u interesuar dhe ndoshta edhe për t'u takuar. Por ku kanë qenë këto prindër në momentin që fëmia e tyre shëtiste i armatosur me pistolet?
duhet të kuptojmë shpesh që nga analizat... Se qëndrimin e prindërve të 15 vjeçarit e kuptojë, që në ato momente që s'dihet se si është gjendja e një fëmije që çohet natën i traumatizuar, siç tha nëna dhe shikon ande këtej, unë kam mallin e fëmijës tim në këto momente dhe nuk mund të mendoj as pak për fëmijën tënd. Por ku ka qenë ky prind kur fëmia shkonte në shtëpi apo lëvizte i armatosur? Sa vigjilent duhet jemi, sa duhet të kuptoj prindi fëmijën, se mund të jenë prindër indiferent që s'kan ditur që fëmia i tyre mbante armë, nuk e din. Pra, kur them që prindit heqin dorë, do të thotë që ka një mal me gjëra aty brenda. Pra, nëse prindi ka kuptuar që në fillimet e adoleshencës ka një fëmijë të vështirë në menaxhimin e sjelljes dhe kupton që nuk e menaxhon dot dhe e lën në gjendje të lirë, pikërisht është kjo arsye që e zemron fëmijën, pra kjo indiferencë. Indiferenca i vret fëmijët, është e vërtetë kjo. Që prindrit bëjnë sepse ndihen të paaft. Po çfarë duhet bëjnë prindrit? Duhet kërkojnë menjëherë ndihmë psikologjike? Patjetër, nuk hiqet dorë, pra nga fëmia parimisht nuk hiqet dorë, sepse është fëmia yt, pra nëse ti nuk ke mundësi ta edukosh, të paktën kërko ndihmë. Ose prindi është një model i keq, ose prindi heq dorë sepse ka problemet e tij, por nuk duhet të heqë dorë, por ta çojë tek një specialist. Të kërkoj ndihmë, sepse duke hequr dorë e bën fëmijën më të mundur për të bërë agresiv dhe për të thënë që pra shkosa prindi im ka hequr dorë në edukim, atëherë unë jam në rrezik dhe si do e mbrosh veten kur je në rrezik? Pra duke u sulmuar një herë, dy herë, atëherë ti merr armën dhe thua që kjo është mënyra e mbijetesës, sepse të rinj këtë thonë që ne ndihemi të rrezikuar, nga kush ndihesh i rrezikuar, nga grupimi të cilën ti je. Pra nëse është teoria e të fortit, atëherë ti do mbijetosh vetëm përmjet armës. Shiko, këto 3-4 persona në një klasë prej 30 apo 40 vetash, se po e marrim pak a shumë se sa ka një klasë, anë zonës ka, atëherë prishin dhe elementë të tjerë këto 3-4 persona? Ekuilibrat e di që i prishin, po sa modelet të tilla, sa të rinj të tjerë duan të bëhen si këta 3-4 të fortit? Tendenca është çështja e modelimit tani që japim. Ndër vite shihet që është në rritje. Dhe gjërsa është në rritje, do të thotë që është më efektive kjo se sa, po themi, fakti që fëmia të jetë i edukuar, të mësoj, pra të jetë produktiv i suksesshëm ashtu siç ne duam në përgjithësi. Duke u rritur tregon që kjo po rezulton efektive dhe po përthith gjithmonë më shumë të rinj, sepse gjithmonë familja po ka dhe më shumë probleme. Pra, mundësia nga 3-4 të rinj në një klasë prej 30-40 vetash, mund të shkoj deri... Nëse bëjmë një analizë shumë vite përpara, mund të ketë qenë 1 apo 2, gradualisht është bërë 4 dhe 5 dhe gradualisht do të arrisin numrin, sepse ajo çfarë ne po bëjmë si mënyrë, pra që po ndërhyjmë në shkolla... Po çfarë i tërheq të rinj në këtë lloj modeli? Pse duan ta kopjojnë këtë lloj modeli? Pse duan të jenë si ata? Sepse diku e shohin këtë lloj modeli. Diku e shohin. Diku e shohin modelin e të fortit. Pra që mund të jetë edhe në familje, apo jo? Patjetër. Dhe në pjesën më të madhe rezulton, pra shkolla e nxjerr përfundimin që nëse ne shohim fëmijën, automatikisht sa kontaktojmë me familjen, kuptojmë burimin e shqetësimit të fëmijës. Do të thotë që shpesh familja është burimi, ndoshta edhe jo në mënyrë të drejtë për drejtë, po është burimi përse fëmia sillet në një mënyrë apo në një tjetër. Tani, duke ju kthyer edhe një herë sistemit të referimit, që kemi referenca zero, policimi në komunitet pothuajse është inekzistent për parandalimin e këtyre ngjarjeve. Kemi prodhime modeli të jashtëzakonshëm. Po rrisim atëre një brez të ri indiferent ndaj gjithë këtyre gjërave, po e marrim si një lloj normaliteti, plagosjen, vrasjen, rrajen dhe gjithçka tjetër? Po, me sa duket kjo po kthehet në normale, sepse 3-4 veta në vend që të ndërmojnë djalin indiferent ndaj ngjarjeve dhe fenomeneve. Në vend që të shkojnë ta çojnë në spital dhe fshin gjurmët e gjakut, pra tregon që edhe këta 3-4 të tjerë që nuk kanë qenë autorë të veprës, do të thotë që më shumë përkrahin fshehjen, krimin, pra teorinë e të fortit, se sa teorinë njerëzore që do shpëtosh një jetë njeriu që nesër mund të jesh ti, pra ka të rinj, sot që nuk e mendojnë dhe nuk intereson fare, të mendoj që nesër mund të jetë ai në ato lloj kushte të do dojnë ndihmë. Pra, po rrisim rini indiferente që më pas ata do rriten, do bëhen të rritur indiferent, familjar indiferent, por njëkohësisht edhe prindër indiferent. Sepse ftohtësia e prindërve emocionale bën që fëmia të mos e formojë
konceptin empatik, pra dhëmshurin për tjetrin, njësoj si kur do të ishim ne në atë lloj vendi. Pra, tregohet prindi indiferent, më ka braktisur prindi, atëre puna madhe se çfarë bëhet me të tjerë. Më intereson vetëm vetja ime. Qartë. Dhe se si mund ta çbëjmë këtë gjë, do ta jap fjalën në fund, ndoshta me një fjali apo dy në varësi edhe të kohës televizive për të kaluar tek Elvisi. Dinamika është kjo. Çfarë rrezikon 21 vjeçari, pronari, por edhe të gjitha ata të tjerët që kanë fshehur krimin e 15 vjeçarit. Dhe faleminderit për fjalën, pikës parë ju uroj një shërim shpejt 15 vjeçarit dhe familjarëve. Rasti 15 vjeçarit në mendimin tim dëshmon një dështim institucional, pikës parë si nisur që nga policimi komunitet, edhe normalisht që nga një përgjegjësi të drejt për drejt civile, për edhe penale. Në këtë rast. Përgjegjësia penale ndaj autorit të veprës penale, edhe normalisht edhe atyre që e kanë ndihmuar për fshehjen dhe zbulimin e pengimit të vërtetës. Me sa po dëgjoja, rrethanat e ngjarjes janë pak të ndryshme nga ato që ne kemi dëgjuar në media kohë e fundit lidhje me konfliktin se si ka ndodhur ngjarja. Pak më parë dhe familjarët e 15 vjeçarit deklaruan që konflikti ka qenë i nisur më përpara dhe nuk ka qenë i atë çastëm, çka që mund të rëndojë dhe pozitën juridike ndaj 21 vjeçarit. Mendoj që është jemi përballë veprës penale të plagosje e rënë me dashje, pa shkuar nga neni të plagosje e rënë me dashje. Plagosje e rënë me dashje në vazhdimsi të hetimit. Normalisht do të kemi dhe ndoshta dhe Visit, të kërkoj pak ndje se kur kemi folur për gjatë paraditës së sot me kryeredaktori e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Ahmataj me zotin Landi, nuk flasim për plagosje të rënë me dashje, po flasim për një plagosje të lehtë, apo jo zoti Landi? Kush ja u tha këtë gjë, plagosje e lehtë? Na që ka po gjithë të komentë. Nuk është lehtë. Si që ka e lehtë, nuk i të të dalin. Jo, dakord, po pse dokumentat po? Pse dokumentat flasin për një plagosje të lehtë, si që nga një plagosje lehtë. Kur nga dita e diel deri ditën e hënë, po thuaj se do bëhet 8 ditë që djali do jetë i shtruar në spitalin e traumës dhe më pas... Në paralel dalin ditën e hënë. Dhe më thonë, Imagjino. të shohim ditën e çunit. Pastaj dalja. Imagjino 8 ditë do jetë në... Duhet të rikujtojmë që vepra penale është kryer me armë zjarri. Tani nuk jemi në rastin e një rrahje apo një, domethënë, konflikti atë çastëm që mund të shkaktoj një dëmtim deri në 9 ditë, ashtu që është parashikon dhe neni penal, por kemi një plagosje me armë zjarri. Dhe në këto kushte vepra penale në këtë rast ndonë sërish pozitën juridike të personit. Plagosje e rënë me dashje, armbajtje pa leje, fshehje e krimit dhe mos kallëzimi krimit. Dhe mos kallëzimi krimit. Vepra që bën më të vështirë është dhe fshehja në këtë rast pengimi i zbulimit vërtetës, saktësisht e parashikuar nga neni 301 kodit penal, i cili sankcionon se pengimi, fshehja e provave, manipulimi i skemës krimit, që mund të qenë dhe mos zbardhjen e veprës penale, normalisht është një gjë më rëndë dhe për kamerave, kthimi autoambulancës së parë, vonesa autoambulancës së dytë, të gjitha këto rëndojnë. Dhe mosdhënia e ndihmës që është relativisht në atë moment është shumë e rëndësishme. Një 15 vjeç që të mos të shpëtosh një jetë është fare jo normale. E vërtet. Bësi u botë të paktën dërgoja drejt spitalit. E vërtet. Po vis? Nga ana tjetër kemi dhe më të lehtë që çunit i derdhën që gjakderdhja të vazhdojnë, ti të fshesh gjonat. E vërtet. Pra, në këtë rast edhe kodi penal e sankcionon dhe moshën e të miturit, se një tharë në rënduse, konkretisht si pas njënit 50.d, ku vepra penale kryet ndaj një të mituri, mund të ndërnohet më rëndë se sa kufiri minimali veprës penale. Në këtë rast... Pra, 21 vjeçari do dënohet më rëndë për shkak edhe të moshës që ka djali i zotrinve. Në këtë rast që ka viktima, në këtë rast që është i dëmtuari... Të gjitha në total sa mund të shkojnë? Pa i ditur në qoftë se është për përsëritës i ngjarjeve, por në këto kushte. Çfarë rrezikon për të dhënë mesazhe edhe të këtë rinjtë të tjerë, që mos i kryeni këto, sepse do dënoheni, sa shkon në total? Në këto momente ne nuk mund t'japim një shifër saktë, sepse normalisht është sipas dënimit më rëndësishtuar, por vepra penale e cila shkon deri në 3 deri në 10 vite maksimumi, kështu që është kodi penal shqiptar është një ndër më të ashpërt
që ndodhet në Europë në këtë moment. Pra, rrezikon diku ke 10 vite? 10-15 vite. 10-15 vite? Për të vepër penale në cilësinë e gjithë Por mund të ketë edhe rrethana të tjera lehtësuese ose edhe rënduese mbi 21 vjeçarin. Por për pronarin e pizzerisë edhe për personat të tjerë? Kjo është një tjetër që doja të ndalesha, është përgjegjësia administrative dhe civile e biznesit. Duhet të kujtojmë dhe ligjin 10/2017 ku përveç ngjarjes e cila ka ndodhur në ambientet, punëdhënësi e ka për detyrim të garantojë sigurinë e punonjësve. Sepse kjo ngjarje duhet të kujtojmë që ka ndodhur në një ambient publik. Nuk flasi për një ambient privat, është një ambient publik ku në këtë moment 15 vjeçare ndodhet në vendin e tij të punës. Kjo është një përgjegjësi të cilët familjarët të 15 vjeçarit kanë të drejtë më pas ti drejtohen me kompensimin e dëmit në një paditje civile të ngritur në një proces civil përveç atij penal. Pra, përveç procesit penal, një proces civil për të kërkuar dëmin që ka shkaktuar moral, fizik, shëndetësor të fëmijës. I fëmijës nga familjarët e viktimës. Përveç saj, normalisht edhe me ndryshimet e reja të vitit 2017 të kodit penal, viktima ka të drejtë të marrë pjesë në gjithë procesin penal dhe të mbrohet me një avokat, ku familjarët e viktimës dhe vetë personi të mbrohet nga një avokat, nga një përfaqësues e tyre kanë drejtë të thonë fjalën e tyre në procesin penal. Pra, përveç mbrojtjes dhe zbardhjes së ngjarjes nga prokuroria, familjarët duhet të marrin një avokat për të kërkuar të gjitha të drejtat e 15 vjeçarit që ju edhe i renditët të vis dhe i renditët shumë mirë. Nuk e di, a do jeni të gatshëm ju për të prenotuar dhe për të marrë një avokat dhe për ta ndjekur këtë çështje deri në fund, apo për të hapur edhe një proces pse jo civil për një dëmshpërblim të gjithë asaj çfarë ka shkaktuar dhe ka prodhuar gjithë kjo ngjarje. E di që jemi shumë herët, por e keni menduar? Po, e kemi menduar, ne kemi marrë një avokat. Sa mirë pas keni bërë, shumë mirë. Më vjen mirë që jeni prindër të përgjegjshëm përkundrejt çdo situate që ka ndodhur deri edhe pse jemi në ditët e para, në momentet e para. Eksena, për të mos prodhuar më të rinj të fortë, të cilët dalin të armatosur, të cilët janë agresiv, të cilët luajnë rolin e të fortit, për të mos bërë më pastaj një rini indiferente ndaj fenomeneve dhe ngjarjeve të tilla. Çfarë duhet bërë për të mos mbetur më në teori? I bie e drejta kujt fillimisht? E rëndësishme është të reagojmë. Çdo kujt që i ka mbetur një lloj ndërgjegje pozitive në kontekstin profesional, në kontekstin institucional, e rëndësishme është që ose do zgjedhësh të nështrohesh frikës së të fortit, pra si specialist, dhe sigurisht nuk do prodhosh asgjë tjetër sa do dëmtosh fëmijën tënd. E rëndësishme është që çdo profesionist të reagojë dhe të mos i nështrohemi frikës. Nëse do të nështrohemi frikës si profesionist, përballë një padrejtësie që vazhdon dhe bëhet, dhe po na dëmton fëmijët, sigurisht që do ta prodhojmë edhe më shumë. Pra ne fëmijët nuk i bëjmë dot të fortë. Pra jo çdo prind ka mundësinë ta bëjë fëmijën e tij të fortë fizikisht apo me armë. Pra çdo prind ka mënyrën e vet se si. Por, po dëmtohen prindrit të cilën e duan fëmijën të qetë pozitive të suksesshëm. Pikërisht nga prindërit që heqin dorë. Dhe pikërisht i ka mbetur përgjegjësi kësaj pjesës që të reagojë, pa të mos friksohet, edhe pse procedurat, pra nga një ngjarje e rëndë e kthejnë të lehtë procedurat, pa të mos tërhiqen, sepse ndryshe nuk i japin dhe fëmijës siguri. Pra, të mos dorëzohemi përballë këtij fenomeni që është shumë shqetësues. Të shkojmë pra deri fillimisht të rriturit dhe më pas modelit të rriturve për cilët deri në fund asaj gjë që na frikson. Sepse nëse i nështrohemi frikës dhe bëhemi palë, do të thotë që kjo frika nesër do të na dëmtojë fëmijët tanë. E qartë. Faleminderit Eksena për të kaluar edhe një herë tek Visi. Sipas të gjitha dosjeve që ju shqyrtoni, sepse jeni një shoqatë e madhe e avokatëve antikorrupsion, detektivet privat, një zyrë avokatore në drejtimin e avokatit zotin Due Pietra. Dua të di tek rastet tuaja në mbrojtjet që ju i bëni, çfarë thon individë? Gjenden lehtësisht armët në Shqipëri dhe sa shkon vlera e tyre? Si gjenden për ta kuptuar ne këtë dhe për t'i dhënë një mësim gjithë institucioneve që po na ndjekin, të paktën policisë, prokurorisë, për t'i parandaluar shitjet e këtyre armëve? Atë parandalimi i veprës penale është diçka shumë e rëndësishme në një proces penal. Normalisht policia edhe gjithë edhe i plot fuqishëm i zonës, me thënë fjalë thjeshta, ka informacionin e saktë
në lidhje me personat problematik, kush është një person problematik, kush mund të posedoj një armë, etj. Në këto moment... Kuj blenë kryesisht visit? Qëfar ju të regojnë juve në mirëbesim, klientët tuaj, kur duhet i mbroni? Ku i gjenë? Pjesa e se ku i gjenë është një shoqëri e cila mirë funksionon si ajo që funksionon dhe shteti. Në këtë rast funksionon dhe një shoqëri e cila mund të ndikohet për aq sa përshtroj dhe eksena në lidhje me këtë ngjarje mund të gjenë kudo. Gjenden kudo? Shkojnë dorë më dorë, apo janë persona të cilët merren kryesisht në Mendoj se shkojnë dorë më dorë, por edhe efekti i një shoqëria që është ndikuar dhe pak në dhe nga rrjetet sociale, normalisht është krijuar një karakter i fortë. Dhe sa shkon vlera e blerjes së një pistolete? Nuk mund të themi se një vlerë të saktë, por që mund të ketë një vlerë relativisht të lartë, kur flasim për persona që janë 21 vjeçar. Sa shkon, për afërsisht? Një person 21 vjeçar mendoj mund të jetë shumë e kushtueshme për një person që është 21 vjeçar, që është në moment që nuk e përballon dot, por që në këtë rast kemi të bëjmë me një shoqëri që mund të posedojë një armë që mund të jenë vetë ngelura nga vitet e mëparshme që nga ngelur në duhet akoma ndodhur si për fatkeq. Ju falenderoj të dyve për prezencën në këtë studio, përpara se t'ju falenderoj dhe ju zoti Landi dhe bashorten tuaj, do doja t'ju uroja dhe një shërim sa më të shpejt, rimëkëmbje sa më të shpejt, dhënien e provimeve nga data 19 deri me 30 qershor, 3 provimet e lirimit, ta shpresojmë dhe ta urojmë të gjithë që ai të shkojë të marrë pjesë, pse jo, edhe një rezultat të mirë. A mund të më thoni, ka qenë mirë me shkollën? Po, mirë ka qenë, s'ka qenë që keq. Në zënës mesatar, diku ke mesatarja? Po, do listën e 9 ka pas. Po, po, mund të më thoni, do vazhdoj shkollën e mesme, besoj, apo jo? Po, pa tjetër se do vazhdoj. Ka ndonjë dëshirë në një shkollë profesionale, një dëshirë djali? Ka një profesionale, ka si për makina, për gjëna, ka thënë, po. Sa mirë, një shkollë mekanike me sa duket. Mirë, kush është thirrja juaj si prindër në fund të kësaj eksperience dhe të këtij emisioni? Ne si prindër, unë si prindër që jam mami i çunit ton, asnjërit nuk ja uroj këtë që ma don mua, asnjë prindi që të mos gjendet në gjendjen time që atë ditë që kur pash fëmin tim, një, e dyta, rinia që të rritet sa me shumë shoqëri, sa me ashtu që të ketë besim njëri tjetrin, nuk e di se të po them. Megjithatë, ju mbetet detyra juve si prindër për të rritur një rini sa më të mirë, duke mos qëndruar indiferent, por edhe gjërat dhe shqetësimet më të vogla të fëmijëve tuaj, ti komunikoni me to, por të kërkoni dhe ndihmën e duhur. Ju falenderoj nga zemra. Po? Ishte pesh, prindit, si nënë dhe babë ishte pesh, nuk është një gjë shumë e thjeshtë. Ata ndoshta kam të thjeshtë, por shumë pesh rënd. Ka shumë pesh. Ne kemi hallë të përgjegjësojmë ekonominë, të përgjegjësojmë tronit të ambazë gjithçka nga jeta, që një kryer shumë këto. E kuptoj. Janë mos e vogël dhe akoma janë në gramën A, ato dhe nuk e di se ku çoj gazheja do jetë shumë vonë. E kuptoj. Ju falenderoj dhe një herë që në prezencë të djalit nga dhoma e Spitalit të Traumës ishit në studion e emisionit Me zemër të hapur, ju jam mirënjohëse sepse janë ditët e para dhe momentet e para shumë të vështira për ju dhe uroj një shërim sa më të shpejtë. Faleminderit. Faleminderit dhe gjithë atyre që na kanë ndjekur drejt për së drejti në televizionin News 24, kemi qenë live edhe në radio News 24. Faleminderit nga zemra për gjithë mbështetjen tuaj. Jepni mendimet dhe opinionet tuaja në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram, na gjeni emisionin Me zemër të hapur. Aty jepni komente në lidhje me temën e ditës, por njëkohësisht denonconi rastet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studioje. Kjo është faqja jonë e Facebookut, automatikisht shkohet edhe në faqen tonë të Instagramit, në dispozicionin tuaj keni përveç rrjeteve sociale, numrin e telefonit fiks dhe atë celular, mund të na shkruani në gjitha platformat, WhatsApp, Viber, Messenger, me një redaksia e emisionit Me zemër të hapur do t'ju përgjigjet në kohë rekord të gjithë ju që nuk jeni përdorruesi rrjeteve sociale. Dërgoni letrat tuaja apo vini fizikisht pranë zyrave tona, ndodhemi në adresën Lagja Alidemi, ish uzina autotraktorëve në zonën e Shkozës pranë banesave sociale. Ndërkohë emisionin e plot e gjeni pas pak të hedhur në kanalin
kanalin tonë zyrtar në YouTube. Kjo është faqja jonë zyrtare, klikoni tek emisioni ditës, por dhe tek emisionet tona ndër vite. Bashkë ndajemi këtu, të nderuar miq, për të ritakuar nesër në mesditë. Deri atëherë miru takofshim.